Vjon aksioni për shëmbjen e banesave të cilat do t'i hapin rrugë ndërtimit të Unazës së Madhe të Tiranës. Aksioni i KMT-s gjatë së-hënës u përqendrua në zonën e njohur si Pallati me Shigjeta. Janë rreth 70 familje të komunitetit të Rom, të cilat rrezikojnë të mbeten pa banesa, ndërkohë që theksojnë se zotrojnë të gjitha dokumentat që i një ata si pronar të lishëm. Që jam me tapi, tregu, edhe ato më prishin, nuk më pagun as i lek. Do prishën shtëpia të marrin rrugët, po neve si jemi njerëz. Ai për vete ka shtëpia atje, po s'mendon për nënën e vete dhe nuk mendon edhe për popullin ai. Prishin pronën na ndjekin me zor. Të gjithë dokumentet janë të sakta. Dhe fakti vinë brenda ditës së të hikni. Se s'vjen e di Rama këtu të shikoj njerë gjendjen. Qeveria shqiptare më herët ka deklaruar se do t'i paguajë 2 vite qëra të gjitha familjeve të cilat preken nga zbatimi i projektit të Unazës së Madhe të Tiranës në segmentin Komuna e Parisit të rruga e Kavajës.